Thërë shëndetje me që dhoshe. Shkojna me vitin e radhës, a do të zgjedhet presidenti apo presidentja për 3 ditë, që s'ka kohë ma shumë. Për këtë temë, ishim mbledhur në një televizion, zbon me ja për Malanin, PDK-ja edhe VV-ja. Nga PDK-ja ishë Besa Kabashi, edhe nga LVV-ja Arjeta Fejza. Plus tema të tërke për deputetin Geci, që i ka thonë ato fjallë për Hashim Thaqin. Po, mas mirë ti, të ndëgjojnë vitjen mi që të ndëgju, të i debatu, okej? Shkojna. Fatkeqësisht nuk mendoj që Partia Demokratike gratë nga Partia Demokratike, por as edhe aktorët e tjerë e kanë bërë të njëjtën në raport me deklarata skandaloze që ka pas nga aktorët e kësaj partie në raport me po ta zëm kryetari i komunës Skënderajt, mënyra që na u ka drejtuar neve, ose deputeti Ramani, mënyrën që e ka qujt shefin e grupit tonë parlamentar. E ka fjallin kur Samili Shtaku i ka ofendu këto të LVV-s, dhe me thonë gjinin femnore, Zagarisa që i ka pa të thonë, edhe për çka ka fjallin. U lidhët më njerë me ato me Gecin, gjë që pas ka thonë, që ka thonë Gecin në parlament, për që ka fatin e atina qytenu e Arabu Amin. Qytenu me burë të përjetëshëm, edhe për deputetën Qitaku. Të më thënë, nuk kam pa distancime në këtë nivel. Unë po e përsëris sa ajo është gjuhë e papranueshme dhe kërkoj që në secilin rast kur ket një përdërim të asaj gjuhë të distancohemi. Edhe njerë ka ndodhur që në qëtë studio kanë provu mu tërhek paralelet të tmerrshme midis kryetarit Shtaku, një është luftari QK-s, edhe njerëzve që se meritojnë as mu përbenden të njëjtën fjali. O i zoj, njerë që njësoj, pa marë parasysh, është luftetar, është punëtor, është direktor, është ambasador. Fjala ult është fjala ult. Fjala e keqe është fjala e keqe. Unë nuk pajtona me ato që ka thonë deputeti Geci, absolut nuk pajtona. Po nuk pajtona edhe me ato që ka thonë Samiu. Kështu që nuk ka lidhje çka është këtë aspekt. Shkojna me që? Na po flasim për një njeri që na ka turpnu para krejt botës, të dalë në kuvend të Republikës Kosovës. Ka dalë. E Samili Shtaku ku ka thonë? Samili Shtaku nuk e pas ka ndëgju bota? Ka bashkë të lutem. Çdo sen që ka folët në për televizione, ishe bota. E këto sene, u duke minu me herët, jo tash. Baba jam dhe ke Rametlia, djali jam, mas pari me në, tani fol. E jam me fol tani me menu. Do me thonë, ju i pas ka tërpru. Se, neve jo. Ky që ka thonë Geci, kjo tërpru tonë. Që ka thonë Samili Shtaku, jena tërpru tonë. Unë me shumë keq. Mos po dallime se nuk jam, por me bëj këto dallime. Edhe tu thonë, diçka që konsideroj makabër, e ajo është që vështirë dhe mi përsërit fjalët, çka ka menduar që do të më ndodh njerëzve që e kanë çliru këtë vend, zotëri. Po çka ka menduar që i kanë, domosdoshmë, mu dënu me burg, unë s'jam për ato absolutikisht, por mu gjithë thom, inshallah shohën sot nesër sa ma shpejt. Absolutikisht nuk ka kur farë diskut. Jo veçëm, po këtë Kosovë është për këtë punë. Sepse në pafajshëm. Lufta është e shajt, kanë luftu, domethënë, mirë po, shkojmë edhe pak, tani të diskutojmë. Thaçi, presidenti Thaçi, ka driveselit e shokëve të tëre që kanë luftu që na me qenë sot në këtë studio të lirë. Amo, ka dalë se edhe një video e bona dje. Nuk janë veç ta kate që kanë luftu vojzoj. Këtë Kosova ka luftu. Dikush ma pak, dikush ma shumë, këtë Kosova ka luftu. Mos bon përçarje të lutën, se je ka bo përçarje. Këta, zbon. Këtë Kosova ka luftu. Kush çka qysh tek, kush çka ka mujt, me çka ka mujt. More edhe një las, pos, në pas dhonë, edhe e kon luft.
Ma kjo përqarje. Tani përthu ti ajo kryesore, që përthu ti VV-ja ka një grup që përqanë sene. Së është e vërtet, absolut. Shumë mirë për ta spjegon Fejza. Shkojnë me që? Duke folë të lire, pa frikë, ajo është e tmerrshme. Njëjtën kohë që na gjykat atje, kanë shku njerëzit më të lartë, më me renomet, partnerëve tonë strategjik, e më tuti të përfshirë dhe zyrtarë të lartë shëbaz, për me mbrojt ata. Kada. Koqet, frena. Kush është kupe Amerike? Grenell Boja, po zoti, qa që dashni me da Kosovëna, me gjithë thashin bashkë. Amonit Koft. Kena po në televizor. Për foli fjallë që janë në televizor. Kuna pjashe të ullo. Qa po fantazëm? Masës banë, ojzoj. Qështu e keni pru për të kënë 22 deputet. Shturp. Si janë pru këto forë, ojzoj. Jo shku Amerika me po. Jo Luli Somes. Kush shku? Grenelle Boj. Ka dale se ka dëshmi këtu për këtë punë. Shkujna me që? Dhe të vendoses një njeri i tilë. Një njeri i tilë që se meriton me uqujt deputet. E mos flasim edhe për fyrjet që ka bo nën kryetarës, se natyrisht karriera nën kryetarës flet për veti. A ju nuk ka nevojë me mbrojt asko. Shumë mirë, bëmi për thus, ky s'ka bëmi që ka shoh, që ka ofendu, absolut. A më ti, s'ka ndërmore zoj, kur ata i ofendu në këto tjerët, unë s'ta këmë njëth një zonë. Absolutikisht, asë një zonë nuk këmë një që ti e dalë ke thonë, jo pëse qeve që e përreshe që tëtë. Sami baba. Që kjo konë. Njëra zjallë që për të thomën e i thotë edhe kë mushkollaj. Bila ajo gju, u konë me keqës se gju e këti që ka folë për deputet e ka fjallë. Ka dale këto. Freno pa këtë që po folë. Sepse mënyra që i ka shërby vendit, prej fillimit të krimit shtetit, e mandej dhe si ambasadore në Shtetet Bashkuara të Amerikës, si ministre integrimit, tregon vetë. Si krejt pople, si këtë ambasadorat, se ma shumë s'ka bo, absolut heq. Qa ka bo, tregona qa ka po ma shumë. Si një ambasador i LVV-s, si një IPDK, si një LDK, si një AAK-s, këtë ka mo për unë njësoj. Sen s'ka po ma shumë heq. Ule, preke pa gasi, preke. S'ka kuptim. Këtë njësoj, s'mo më bënë sen ma shumë. Mirë po, fakti që na sot po flasim për një deputet vetëvendosur, kjo nuk është rasti izolum. Kjo është frym. Ja, pëse? Po më argument, tregoni videon. A pëse qëfar përqarje mën? Frym, qëfar frime? Jo nuk keni frym? Hinë këqërzoj mu, që unë nuk jem deputet. Hinë këqërë sa frimet me bojnë mu, nga ona e juaj. Jo ty personale, po për të kësë, në përgjësi. Më slasën për deputet. Plevërës. Unë nuk jem deputet, edhe hinë shikohë këqëre qëfar fyri është kom. Ka dale. Të unë hinë lirisht e këqyë dhe ishe fymjet. Fyret që mbojnë. Thatë keni të drejtë autoriale, nuk po gëzën me tregoni video në kryeministrin Kurti, kur para 10 vjetëve në një studio televizive në Shqipëri, e krahason Kadri Veselin me Miloševićin, e krahason Kadri Veselin me Hitlerin. Edhe Zoja, atëherë letë më fletë, po përderisa vetëvendose, unë e thash, nuk e Unë falë Zoj, qatë mjellë shkur, edhe Albin Kurti në kojë sërbis. Edhe, pëse zdarë që me thonë atër kërë theke, kërë shkon në Malzi atje, në Vladimir. S'ki qka lip të, pa atje dhe kësë guzon s'ki qka lip.
Jo je i shqitën i Serbisë, jo kështu, jo kështu. Pse që dala thu me fol, më? Edhe ndërnjës thujnë, o zoj, qka të mjellë shkor? Qka menove ti? Nëse unë ty të ofendoj, unë e di që ti ki më ofendu, po nuk ofendoj. Që s'jem për me ofendu të, jem për me kritiku. Edhe veç me fakte, jo pa fakte. Amo, si të mjellësh, si të bjeshimen e here, binë, op, ka dale. Nuk bon me mjellë për me korë. Se të njëjtat fjallë Ramushi, po më thojnë shtu, po e ram për mjellë, po i thu njeri i Serbisë. E tani, s'po foli, ngushkojnë amis. Është aksidentalisht, vetëvendosja e ka shtri përqarjen ndër shqiptare në një formë që është edhe antikombëtare dhe që ka... Je shumë ka e fut kot, je ka te pronë, po vje keq, je një deputete për të kësë, po je ka e fut kështu për toke. Se nëse është kështu, jeni ju. Hin edhe e po të thëmë, po të boj apel publikisht, hin këqëri sa në filmu në Facebook, TikTok edhe në YouTube. Edhe këqërim ku është ajo në filmja. Mos ja fot këtë. Tash se ka njerëz që i ofendojnë PVV-s, absolut që ka. Se ka njerëz për PDK-s, absolut që ka. Po nuk muna me thonë që i keni shtre ajo. Ata janë simpatizuse juj, këta janë simpatizuse LVV-s, a bojnë mirë që ofendojnë, absolutikisht që jo. Nuk është gjuhë jo në kjo. Absolut që jo. Nuk është mirë. Unë publikisht bëj thire që mos më ofendu. Se jem mbi gjitha jem shqiptar. Kritika është nosh, është e mirë, amo po me ofendu nuk kem nevoj. Po ju jeni ata që po, ju jeni që po shpifni. Ju jeni ata që me qëtu fjallë që ti pi folë sot, për në gjitha ata votu se juaj. Po i zoj. Unë e shok shtu. Ka i bëndëm sigurisë kombëtare të vendet, sepse krijon hapësirë me mendu qifti ati që se meriton me qujtë as deputet, me thonë fjallë të tilla që na turpnojnë, ju para vetë. Me thonë drejten, edhe ty se meriton me konë deputete me shpife që i ka i bën. Edhe ty se meriton me konë deputete. Se një deputet nuk shpif. Kundërshton, pa tjetër, po me fakte, jo pa fakte, e jemi në fut këtë, e korneri. E para gjithë atyre që kanë vdek me shliru këtë vend, po para botës na turpnan, sepse seancat e kuvendet janë publike. Po, janë publike, s'ka diskutim. Po dhe seancat në për të bime, ato janë publike. Kur ti thush, thuj dyja. Këtë janë publike. Këtë ishe bota, edhe ato, edhe këto. Edhe ato që dhe ke sa ministrë kryeministrin me ngre zhag, këto a ka po bota. Fillimisht qëndrime televizijës vetëvendosje, mos harroni që lëvizja vetëvendosje ka pas qëndrim edhe për gjykatën, edhe ka qenë subjekti politik që ka kundërshtu themelimin e kësaj gjykate. Në anën tjetër, për qëndrimet e kryeministrit, qëndrimet e vetë. Po dhe ti dole para 10 vjetë, o i zoj. Ti bone bisht, jo kjo. Qysh? Ti bone bisht, ti dole para 10 vjetë. Se ti ma ke për aty. Ti ma ke për presidentin, ti ma ke për Gecin. Jo para 10 vjetë. Ti e kanë gjithë bisht, jo kjo. Se kjo po të folë për temën e tashme, jo të kalume. Edhe ju për krazën Albin Kurtin me Serbin, me Miloševićin njësoj. Njësoj. Albini ka linë Prishtin. Edhe ju për krazën me Serbin njësoj. Umrua të rrua Brisku Berberit, që shtojnë fjallë popullore. A jenë të mira këto fjallë? Absolutisht janë.
As pe juve, as pe levëves. Ama këto fjallë keni nëzit ju, të partë. Ju keni qyti Serbistë. Bile tha që thaj ke i Iranit, pe Iranit atje ka është terrorist. A ke arru këto fjallë? Kështu që s'muni jo me bo që ka dëni. Vesh me bo mashtrime. Jo, s'ka mashtrime, mos t'jem po me mashtrime. Me ofendimin që na ka bënë edhe kryetari komunës Sinderoj. Atje reagu publikisht. Ja, ti gjithë të bashkë, ja. Shumë falje për gjuhën. Nuk është kur gjuhë që unë e përdori. Je ka tërheq paralele midis Çfarë reagimi keni bërë ju për këtë fjalë? Je ka krijuar paralele midis një generali të ushtrisë shëndetare që ka luftuar. Që generale zëj, ku bësha general? Një generale ka Kosova. Bashkimi Jashari. A që më tha që atje po që më s'më konë luft. Pa shku atje heq, në për televizione. Herë dhe kemë konë, herë që më konë. Qëfar generali, ku? Qyshë, qëfar generali? Këto as ti vetë se beson. Po ki raport, me thonë që ashtu në regullim na. Misë dashër, kjo është e vite për sot mire pashën vite radhës. Zotë i rujtë, misë kush ka mundësi në like, në share, në koment pozitiv. Ju si kushto kur që më më mërë shumë, se shkon video nalt edhe shkepet të shpërndohet më shumë, që ju përshëndes nga zemra.